Kohë për plazh, njihuni me parashikimin e motit për ditën e sotme. Dita e sotme do të jetë në dominimin e masave të ngrohta ajrore me kthjellime dhe temperatura të larta në pothuajse gjithë territorin. Kthjellimet do të jenë prezente deri pasdite kur vranësira të shpeshta nëpër territor, ku në skajin verior do të rrezikojnë rreshje shiu. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje në të dy vlerat ekstremale ditore duke u luhatur nga 8 gradë Celsius vlera më e ulët në qytetin e Pukës deri në 30 gradë Celsius vlera më e lartë, e cila pritet në qarqet Elbasan dhe Berat. Era do të fryejë lehtë në tokë dhe mesatare në det, duke arritur shpejtësinë mesatare deri në 38 km/h nga drejtimi veri perëndimor përpasoj në brigjet detare. Për pasojë në brigje detare do të krijohet dallgëzimi 2 ball.